Mirë, jemi rikthyer Imeli Sokoli, pedagog, ekspert mjedisi, është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni me ne. Disa ditë më parë, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Koplan, ka prezantuar gjetjet e raportit apo monitorimit të ujit, ajrit dhe nivelit të zhurmave për vitin 2025. Një vlerësim që është bërë në 5 bashki. 6 bashki, përfshirë Tiranën. Përfshirë dhe Tiranën. Cilat janë gjetjet kryesore? Për sa i përket gjetjeve të këtij raporti, duhet të them që është një raport i cili ne e zhvillojmë për të 8 vit radhasi, që nga viti 2018. Këtë herë kemi një zgjerim të këtij monitorimi në 800 pika për sa i përket cilësisë ajrit, 300 pika i takojnë bashkisë Tiranë dhe 500 të tjera, 100 për secilin qytet të madh, që këtu përmendim që është Tirana, Durrësi, Fieri, Korça, Elbasani dhe Shkodra. Këto janë qytetet ku ne zhvillojmë monitorimin e cilësisë ajrit dhe të zhurmave. Ndërkohë, komponenti tjetër është cilësia e ujit që varion, është e shpërndarë në gjithë Shqipërinë në bazë të vendodhjes së trupave ujor kryesor që janë përzgjedhur nga metodologjia e projektit Greenal, që kryesisht mbështet organizatat e shoqërisë civile që të i kalojnë sfidat mjedisore që ka realisht vendi. Një ndër sfidat kryesore është edhe komponenti për sa i përket monitorimit të elementeve mjedisor, ku edhe ne po flasim. Në këtë kuadër, për sa i përket Tiranës, kemi një surprizë, duhet të them, që 2 komponent, PM2.5 dhe PM10 janë në normë. Këtë herë që është e ndryshme nga herët e tjera, por çfarë treguesi janë këto? Kjo janë PM2.5 dhe PM10 janë grimcat e pluhurit në ajër. Janë në rënje. Janë në rënje. Por, sa i përket CO2-shit dhe NO2-shit janë 4 herë mbi normë. Pra dioksidit karbonit. Dioksidi karbonit dhe dioksidi i azotit janë 4 herë mbi normë dhe 3 herë mbi normë. Pra janë 3 fish sipër. Pra janë shumë të theksuar dhe shumë të ndotura. Dhe kjo vjen si rezultat... Pra cilët janë faktorët që nga një anë kemi rënje të grimcave në ajër? Rënja e grimcave ka të bëjnë me ndoshta aktivitet pak më të moderuar për sa i përket faktorëve që shkaktojnë pluhur që ne e shohim ose e dallojmë, por për sa i përket NO2-shit dhe CO2-shit kemi probleme përsëri të vazhduara, siç e kemi thënë edhe herë tjera, kryesisht me qarkullimin e automjeteve, që është faktori kryesor që ndikon në këtë rritje të madhe, duhet të them, të CO2-shit dhe NO2-shit për sa i përket Tiranës, dhe kemi edhe disa zona hotspot që janë verifikuar, ku një pjesë është për shembull stacioni i trenit, kryqëzimi i stacionit i trenit, që është një hotspot kryesor. Kemi zona si Alidemi apo Pazari i Vjetër, po ashtu që janë zona që janë, mund të themi, me hotspot mjedisor për sa i përket cilësisë ajrit. Rruga Kavajës, po ashtu, rruga apo kryqëzimi afër inxhinierisë ndërtimit, po ashtu janë zona. Këto janë edhe tradicionale bashkë me zogën e zi që vazhdojnë të jenë të ndotura në kryesisht në sa i përket NO2-shit dhe CO2-shit. Kjo për Tiranën, po për qytetet e tjera, mund të them që po Durrësi, Shkodra në përgjithësi në qendër të qytetit, duhet të lidhë edhe një faktor tjetër. Ne si vjet kemi patur 2 tipologji matjesh. Tipologjin me pika pra të lëvizshme, tipologjin e matjes monitorimit të lëvizshëm, që bën, mund të themi, një fotografim të momentit, por kemi edhe tipologjin tjetër që është me pikat stacionare ku masim 24 orë në 24 cilësinë e ajrit dhe të zhurmave. Dhe këto të dyja kanë një sintonimi me njëra tjetrën, dhe pa tjetër edhe unë duhet të them që në muajt e dimrit, pra dhjetor, nëntor, në të gjitha qytetet, në të gjitha parametrat, këto kalojnë mbi nivelin e normave të lejuara edhe në kuadër të PM2.5 dhe PM10 që janë grimcat e pluhurit. Kjo lidhet edhe me një aktivitet ndoshta të shtuar të trafikut në qytetet kryesore, në afërsi, pra në muajt e dimrit, por jo vetëm, lidhet edhe me rritjen e djegjes së gazrave nga ngrohja.
ndjegjen e lëndëve djegëse nga grohja që përdorin gjatë periudhës së dimrit. Kjo shpërson më tepër ndotjen e ajrit në qytetet shqiptare. Për sa i përket qyteteve tjera, përsëri kemi rastin e Durrësit, ku PM2.5 dhe PM10 janë mbi normë, kryesisht në qendër qytetit, zona e Volgës, zona e hyrjes sportit apo Sfinksi në përgjithësi. Kemi NO2-shin që është në normë, sepse deti apo qarkullimi, afërsia me detin bën të vetën, pra ajros qytetin, po CO2-shi përsëri është i lartë. Pra dioksidi karbon. 90% mbi normë në gjitha pikat në qytet. Për sa i përket Elbasanit, kemi PM2.5 dhe PM10 që është në normë, por kemi 7 herë mbi normë në O2-shin dhe CO2-shin. Këtu ndotja patjetër është edhe është pjesa e ish metalurgjikut. Për sa i përket Fierit, po ashtu kemi NO2-shin dhe CO2-shin në 65% të rasteve mbi normë, dhe PM10 dhe PM2.5 në 70% të rasteve mbi normë përsëri. Ndërkohë, në Shkodër dhe në Korçë, problematike shfaqen qendrat e qyteteve, pra zonat qendrore qyteteve, ku të gjitha parametrat janë mbi normë, kurse periferia është deri diku më moderuar dhe në normë, pra ndahet kryesisht në aktivitetin që përsëri fokusohen, mund të them edhe qarkullimi makinave në këto dy qytete, ku mund të themi që janë mbi normë në sajt të qarkullimit lartë të automjeteve në zonat qendrore të tyre dy qyteteve. Për sa i përket monitorimit të, mund të themi të zhurmave. Përpara se të shkojmë aty, ka ndonjë, le të themi, aspekt, duke qenë se ky është viti 8 që bëhet një monitorim i tillë. Çfarë ka ndryshuar, le të themi, në kuadër të matjeve duhet themi që 2025-s. Gjithmonë sa i takon nivelit të ndotjes. Madhësisë së, mund të themi, të monitorimit, që si vjet është goxha më i madh se në vitet e mëparshme, mund të them që ndotja është konstante, me diferenca shumë të vogla, pra ndotja është e lartë dhe është konstante në gjitha vitet që ne kemi hasur me... Nuk jemi përmirësuar? Nuk jemi përmirësuar, jemi në të njëjtin pozicion dhe tani duhet se zbën që të ndërmarrim veprime konkrete në mënyrë që kjo të mos ashpërsohet, mos të kemi këtë vazhdim të ndotjes. Pra ne, kjo tregon që ne nuk kemi luftuar... Edhe duke qëndruar në të njëjtat parametra... është shumë keq. Këtë duhet ta themi, pra ne duhet të tregojmë që duhet të luftojmë faktorët kryesor që e shkaktojnë këtë ndotje, që detyrimisht një ndër këto faktorë kryesor, siç thash, është edhe qarkullimi i lartë i makinave apo përdorimi i një flotës amortizuar të automjeteve. Po ashtu, kjo është e kombinuar edhe me aktivitetet të zhvillimeve urbane, siç janë ndërtimi dhe densifikimi i lartë i zonave të urbanizuara, me bllokimin e korridoreve, mund të them, korridoreve të ajrit për ajrosjen e qyteteve, që janë shumë të rëndësishëm në kuadrin ekologjik të qyteteve. Të kalojmë pak tek niveli i zhurmave, se sa shqetësuese janë paraqitur, edhe ndotjet në liçenet ku është bërë vlerësimi bovilla, artificiali Tiranës, çfarë ka rezultuar? Për sa i përket ndotjes akustike, matja është zhvilluar në të njëjtat pika ku është bërë edhe matja e cilësisë ajrit, pra është bërë paralelisht me cilësinë e ajrit, pra janë po 800 pika të matura, dhe në ndryshim nga cilësia e ajrit është matur 3 herë, pra në një me normë në mëngjes, në drekë dhe në darkë. Dhe kjo, ne këtu kemi të dhënat mesatare për secilën pikë, dhe ku na rezulton që Tirana në 78% të rasteve është mbi normën e lejuar të cilësisë së zhurmave, pra mbi normën e lejuar të zhurmave. Durrësi është 87%. Kjo varet, rritet edhe në bazë të sezonit turistik që Durrësi ka, sepse përgjithsisht për gjatë sezonit turistik Durrësi dhe zonat turistike janë më të zhurmshme se sa mund të themi qytetet që nuk kanë sezon turistik të theksuar. Po ashtu Elbasani në 66% të rasteve është mbi normë, Fieri 62,
Shkodra 89% mbi normën e lejuar për sa i përket zhurmës. Kryesisht edhe këto shkaktohen nga, mund të themi, qarkullimi i shpesht apo qarkullimi i vazhdueshëm i makinave, por edhe nga efektet të tjera, siç janë efektet e jetës natës e tjerë, pra që mund të shkaktojnë dhe kryesisht shohim që nuk ka ato që ne quajmë zona të qeta në qytetet tona. Dhe kjo ndikon në mënyrë direkte në shëndetin psikologjik edhe të banorëve apo në cilësinë e jetës së banorëve. Lidhur me ndotjen në liçene? Ndotjen, për sa i përket ndotjes në liçene, ne ose trupave ujor, ne kemi disa nisma që monitorojnë trupat ujor në kuadër të projektit Grinal. Dhe mënyra e përdorimit të këtyre trupave ujor është e ndryshme dhe normat e lejueshmërisë, pra të ndotjes janë të ndryshme në kuadër edhe të përdorimit. Pra, normat të tjera të lejuara ka një burim ujor që përdoret për pirje, normat të tjera të lejuara ka një burim ujor që përdoret për rekreacion, apo normat të tjera të lejuara ka një burim që përdoret për bujqësi, apo edhe për plazh. Në këtë rast, edhe nismat tona janë të miksuara në kuadër të këtyre përdorimeve, por ne vërejmë që masa më e madhe e trupave ujor janë të ndotura me mbetje organike, që do të thotë që shkaktohen nga derdhja e ujrave të zeza në këto trupa ujor, dhe këtu përmendim trupat ujor kryesor që është liçeni i Tiranës, liçeni i Farkës, liçeni i Bovillës, po ashtu që ka problematika të tilla, po jo vetëm edhe zona të mbrojtura, siç është liçeni i Shkodrës apo liçeni i Prespës, që kanë, mund të themi, problematika të tilla. Liçene siç janë liçeni i Belçit apo liçeni i Tafanëve në zonën e Belçit kanë problematika me eutrofikimin që tregon për një shëndet shumë të dobët të këtyre trupave ujor. Pastaj hymë edhe tek mund të themi që trupat më të ndotur janë trupat që përdoren për bujqësi. Po marr në këtë shembull kanalin e Ngjalës që është në afërsi të qytetit Fierit, ku nga 18 norma ose 18 komponent indikator të matjes cilësisë ujit, 12 i ka mbi normë. Kjo vetëm nuk ndodh vetëm në zona sporadike, po kryesisht në të gjithë trupat ujor që përdoren për bujqësi. Dhe në këtë kuadër, një rekomandim direkt duhet ishte shtimi i kontrollit të monitorimit të këtyre trupave ujor për shkarkimet që bëhen në këto trupa ujor, sepse këto lidhen direkt me zinxhirin ushqimor bujqësor ose produkte bujqësore që ne prodhojmë në kuadër të vendit tonë dhe automatikisht mund të transmetohen në organizmin e njeriut. Pra mund të jetë dëmshme për shëndetin e konsumatorëve. Imildin, në raport me atë çfarë është bërë, çfarë duhet bëhet tani, fakti që jemi në këtë situatë, që do thotë pas monitorimit në këto 6 bashki, përfshirë edhe kryeqytetin, që nuk ka asnjë përmirësim, problemi qëndron tek mungesa e politikave të duhura apo tek moszbatimi i tyre? Mendoj që janë të dyja, mos zbatimi i tyre vjen edhe si pasojë, ne mund të themi që institucionet kompetente bën një interpretim të shifrave, të monitorimeve që ato realizojnë, por nuk shfaqin shifra reale të monitorimeve që ato realizojnë. Pra, nuk janë publike shifrat reale të monitorimeve tyre. Ne, pa diskutim që ne nuk tentojmë të bëjmë zëvendësim të këtyre shifrave, sepse ato shifra janë shifrat zyrtare të institucioneve shtetërore shqiptare, por ne sjellim në kuadër të ndërgjegjësimit publik një monitorim alternativ për të kuptuar thellësinë e këtyre problemeve. Në mënyrë që t'i bëjmë të gjithë aktorët e shoqërisë tonë aware, t'i bëjmë të ndërgjegjësuar në mënyrë që të shikojnë se sa e thellë është problemi i cilësisë ujit dhe i cilësisë ajrit në Shqipëri. Në këtë rast duhet të them që mungon edhe vullneti politik. Pse? Po marr një rast konkret. Ne e dim, ose specialistët, teknicienët e din një rast suksesi siç është Parisi, që mbas periudhës post-Covid, Parisi kishte shifra alarmante të ndotjes së ajrit
Dhe vullneti ose zgjidhja politike që ajtoi dhënë, që ishte implementuar, është pedonalizimi apo mund të themi kthimi tek lëvizja në këmbë apo lëvizja me automjete jo motorike, pra me bicikleta apo me mjete tjera alternative. Në këtë mënyrë, cilësia e ajrit u rrit ndjeshëm, duke i dhënë përparësi këtyre lëvizjeve ekologjike dhe duke shmangur transportin me mjete motorike. Ishte udhës që edhe në kryeqytet pikërisht të kishte zona, si që është se ne kemi disa rrugica që janë... Dhe kemi edhe një iniciativë, kemi disa iniciativa, për shembull një iniciativë është për pedonalizimin e zonës bllokut, që mund të jetë suksesshme, pse jo? Këtu pastaj duhet përmend edhe iniciativa që kanë institucionet. Institucionet shtetërore kryesisht po ndërmarrin iniciativa ligjore. Një ndër iniciativat kryesore është paketa e ajrit, për sa i përket për afrimit ligjor me direktiven europiane të ajrit, në kuadër edhe të procesit të integrimit që po bën vendi ynë, dhe më saktësisht Ministria e Mjedisit ka ndërmarrë disa nisma të tilla që vlen për t'u përshëndet. Por këto nuk duhet të ngelin në nisma ligjore, duhet të vazhdojnë të jenë ose të vazhdojnë rrugën drejt nismave ose aplikimit të këtyre nismave ose konkretizimit të këtyre nismave. Njëjtën mënyrë po bën edhe Bashkia Tiranë, ku ne jemi në konsultim të vazhdueshëm mund të them me Bashkinë Tiranë, ku po ndërmerr planin e parë për sa i përket reduktimit të ndotjes së ajrit për sa i përket Bashkisë Tiranë. Ka kryer matje të veta paralelisht me matjet tona, ne i kemi vënë në dispozicion edhe matjet tona patjetër, sepse synimi ynë është që ka interes dhe kjo, për këtë mund të jemi të lumtur, në fakt që ka zgjuar një interes dhe po shkon drejt rrugës duhur, por përsëri duhet të vazhdojmë dhe të konkretizojmë këto nisma drejt hapave konkret tashmë, në mënyrë që edhe cilësia e ajrit në arritet në Tiranë, sepse ndikon, nuk është më një problem luksi, por është një problem i cili prek direkt jetën tonë. Gjysma e skeqes që ka zgjuar interes, pra që ka interes, sigurisht ka një, dhe nuk mund të jetë ndryshe, edhe nga ndikimi që ka mbi të gjitha në jetën dhe në cilësinë e jetës për gjithë ne, por edhe në shëndetin e konsumatorëve. Duke qenë se transmetohej, të paktën tek ndotja e burimeve ujore, që përmende pak më parë, por nëse nuk ndërmerren, le të themi, politikat e duhura, edhe në drejtim të asaj që konsiderohet sot problemi kryesor, që është domosdoshmëria, pra flota e automjeteve në qarkullim dhe domosdoshmëria për modernizimin e saj. Nëse nuk ndërmerren masat e duhura në një hark kohor, minimalisht do vazhdoj me këtë ndotje, efekti po. Dhe mjedisor. Problemi është që do ashpërsohet kjo ndotje. Dhe duke u ashpërsuar kjo ndotje, ndikimi do jetë më i madh në popullatën tonë. Dhe si e tillë, ne nuk duam që të jetojmë në një qytet që është i dëmshëm për ne. Pavarësisht se ne kemi zgjedhur një mënyrë ose tjetër të jetojmë në qendrat urbane kryesore të Shqipërisë, por nuk duhet të jetë i dëmshëm dhe kjo duhet kuptuar si nga njerëzit, nga komunitetet, që edhe komunitetet duhet të jenë më të ndërgjegjshëm, por patjetër që lokomotiva e ndryshimit këto janë institucionet që duhet të fillojnë dhe të ndryshojnë qasjen për të kuptuar thelbin e problemit, pra kush janë shkaktarët e këtyre problemeve dhe të ndikojnë në ndryshime në mënyrë që të ulet duke zbutur efekt që vinë nga këto faktor patjetër. Dhe ajo çfarë është e përbashkëta, le të themi, në të gjitha këto qytete në të cilat është bërë vlerësimi, që janë qendra urbane të popularizuara, është ndotja e shkaktuar për shkak të automjeteve. Pra flotës automjeteve që mosha mesatare është 20 plus. 20 plus, po. 20 plus. Unë them që ne në fakt nga njëra anë jemi me fat që nuk kemi ndotës të tjerë të mëdhenj si që janë ndotja industriale, ose mund ta kemi pikësore, kemi ndotje, kemi një iniciativë tjetër në kuadër të ndotjes industriale, ku janë bërë disa matje kryesisht në zonën e Lumit Fan, pjesë e Bashkisë Fusharës dhe Has, ku është vërejtur që ka ndotje shumë të lartë nga impakti i industrisë kromit dhe të bakrit,
në ujërat e këtij lumit që përdoren për përdorim të ndryshëm, për rekreacion apo edhe për skemat vogla të ujitjes të zonës që duhet shtohet patjetër kontrolli mbi këto trupa ujor, po edhe mbi shkarkimet që bëjnë këto industri në trupat ujor. Por, si që thash, problemi më masiv që kemi ne është ndotja nga automjetet. Kjo ndotje fatmirësisht mund të ishte shumë kollaj e shmangshme nëse ne ndrojmë qasjen e menaxhimit të trafikut në qytetet tona, po edhe më gjerë. Përpara se ta mbyll, si qëndrojmë me këta tregues, me këtë vlerësim në raport me vendet e rajonit? Në raport me vendet e rajonit, mund të them që zëm vendin e dytë ose të parë, ose pra hahemi shumë me vendet e Maqedonisë, me vendet e Maqedonisë Veriut, me Shkupin apo me Prishtinën, që kanë ndotje herë më të ulët, herë më të lartë se sa Tirana, por gjithmonë mund të zem vendet e parë në Europë për sa i përket ndotjes, pa diskutim. Shkupi dhe Prishtina kanë një veçuri tjetër, sepse kanë ngrohje qendrore nga sisteme që shkarkojnë shkarkimet të larta të gazrave të CO2-shit dhe NO2-shit në ajër, dhe këto ndikojnë nga këto shkarkime për sa i përket sistemit të ngrohjes që ato kanë si qytete, kurse ne në Tiranë kemi si pasojë e qarkullimit. Edhe mjafton vetëm ky fakt, pra edhe duke parë në raport me vendet e tjera të rajonit se ku qëndron Shqipëria dhe ku qëndron Tirana për ta vendosur këtë çështje në rendin e prioriteteve, në agjendën e politikave dhe domosdoshmërinë për adresimin e saj. Unë falenderoj, kënaqësi që ishe me ne. Kënaqësi, faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi mbritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë nesër në orën 16:00. Deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.